لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Besimtarët ndaj Allahut, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an çdo herë na urdhëron na thotë që të dëshmojmë frikë respekt meritor ndaj Zotit dhe të mos flasim vetëm sa atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ne e bëjmë një gjë të tillë, pra e flasim vetëm të vërtetën dhe të drejtën, atëherë Allahu do i falë mëkatet tona dhe do i pranojë veprat tona. Një prej çështjeve që Allahu subhanahu wa taala e trajton në Kur'an është dhe ajo se ekzistojnë disa ligje historike. Pra disa ajete kuranore, kur ne i lexojmë edhe i meditojmë, shohim se nuk janë thjesht fjalë apo fjali, por nga to ndërtohen ligje historike. Dhe një prej këtyre ajeteve që tregon për një ligj historik është ajeti 8 i surës As-Saf, ku thot Allahu subhanahu wa taala: yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ata duan që ta shuajnë nurin e Allahut. Me çfarë? Me gojet e tyre. Por Allahu e plotëson, e përsos nurin e tij. Edhe pse një gjë të tillë e urrejnë një besimtar. Ky ajet po flet për një ligj historik, për një të vërtet historike. Prej kur daton e vërteta, ajo është luftuar. Nga kush? Nga e pavërteta. Prej kur ekziston e vërteta, ajo është ballafaquar nga e pavërteta. Errësira nuk e lufton errësirën, errësira e lufton dritën. Allahu thot yuridune, ata duan, nuk thot ndoshta do ta luftojnë. Allahu garanton që ata do ta luftojnë. Pra nuk ka më dyshje në këtë çështje. Ata duan që ta luftojnë dritën e Allahut. Nuk po e quan Allahu thjesht të vërtetë, por po e quan si dritë e Allahut. Që do të thotë feja e Allahut nuk është diçka njerëzore, nuk është një e vërtetë njerëzore. E vërteta njerëzore bazohet dhe ndërtohet nga aftësitë dhe mundësitë njerëzore, të cilat janë të kufizuara. Feja e Allahut është mbi njerëzore, është hyjnore, ndërtohet mbi të vërtetën hyjnore të Allahut. Është përtej njerëzorës. Prandaj Allahu e quan dritë. Dhe Allahu qartazi tregon se e vërteta e Allahut në jetën e kësaj bote ka me u luftu gjithmonë. Nga kush? Nga mohuesit e të vërtetës. Prandaj historikisht, kush janë luftuar më shumëti? Pejgamberët e Allahut. A kanë qenë zullumçar? A kanë qenë kriminal? Absolutisht jo. Kanë qenë njerëzit më paqësor, njerëzit më të ndershëm, njerëzit më të ditur, njerëzit më me vlera, por prapë i kanë luftuar më shumë. Askush nuk është luftuar më shumë se sa Ibrahimi alayhis salam, vetëm se e ka mohuar idhujtarinë. Vetëm se ju ka thonë njerëzve mos adhuroni gurë drum, po adhuroni krijuesin e gjithësisë. Askush nuk është luftuar më shumë se sa Musa alayhis salam, vetëm se e ka luftuar pa drejtësinë. I ka thonë faraonit mos bën zullum.
S'ka pas as armë të ftoftë me vete. Kaq paqësor ka qenë. Por është luftu mas shumë ti prej tij, prej faraonit, që asë kohë ka qenë njeriu më i fuqishëm, e ka pas ushtrinë më të fuqishme, më të mobilizuar. Por askë nuk është shpif më shumë se sa për Merjeme në shejt. Vetëm se e ka sjellë në dynjë Isa alayhis salam me mrekulli nga Allahu subhanahu wa taala. E askush nuk është sulmu më tepër se sa Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, vetëm se e ka luftu idhujtarin, pa drejtsin, vetëm se ka ardhur si njeriu më i ndershëm në historitë e njerëzimit, pra është sprovu me sprovat e gjithë pejgamberëve para tij dhe me sprovat e njerëzve më të devotshëm para tij. Thjesht ka promovu vlera. E ka promovu nurin e Allahut. Por ky nur diku i pengon. E errësirës i pengon drita. Prandaj Allahu tregon qartë asi: yuriduna li yutfi'u nur Allahi, ata duan që ta shuajnë nurin e Allahut me çfarë? Bi afwahihim, me gojët e tyre. Sa eksplicit është Allahu në përmendje. Thot me gojët e tyre. Çfarë nuk kupton me gojët e tyre? Me propagandimet e tyre. Përmes shpifjeve, përmes linçimeve, përmes etiketimeve, përmes tjetërsimit të argumenteve të Allahut, përmes deformimit të mesazheve të Allahut, përmes gënjeshtrave, përmes talljes dhe shumë e shumë gjërave tjera që ata i përdorin kundër Islamit, kundër të drejtës së Allahut dhe nurit të Allahut. Por çfarë thot Allahu? Wallahu mutimmu nurihi. Sa më shumë që ata luftojnë Islamin, dritën e Allahut, aq më tepër kjo dritë shumohet, shtohet. Lufta ndaj Islamit nuk është e sotme, shumë e hershme. Lufta ndaj Islamit është prej kohës së Nuhut alayhis salam. Se gjithë pejgamberët e Allahut prej Ademit alayhis salam deri tek Muhammed Mustafaja kanë qenë musliman. Gjithë kanë pas një mision. Gjithë e kanë promovuar një mesazh, e që është me adhuru Zotin një, dhe vetmin që e meriton adhurimin. Sepse vetëm një Zot ka kriju gjësinë. Vetëm një Zot kontrollon gjësinë. Vetëm një Zot jep jetë dhe merr jetë. E ai është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj tha, pejgamberët janë vëllezër në fe, por nënat i kanë të ndryshme. Sepse gjithë pejgamberët e Allahut kanë pas një mision. E i fundit prej kësaj loze, finalizuesi i mesazhit të Allahut tokë është Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Historikisht është luftuar Islami. Por ku janë ata sot? E ku është Islami sot? Sa faraoni, sa perandori, sa mbreti, sa tirani, sa zullumçari e ka luftuar mesazhin e Allahut, por ku janë ata sot? Ku janë pushtetet e tyre? Ku janë ushtritë e tyre? Ku janë fuqitë e tyre? Ata nuk ekzistojnë. Por Islami ekziston. Ata nuk përmenden për mirë, por pejgamberët e Allahut përmenden superlativ. Ata janë pjedestal të moralit, të vlerës. Dhe problemi nuk qëndron në atë se ata luftojnë Islamin. Allahu ka garantuar Islamin. Me ne apo pa ne Islami ka me ecë. Pasha madhninë e Allahut. Si kur krejt musliman shqiptar me braktis Islamin, kjo as pak nuk i bën dëm Islamit, as pak. Na jemi një lagje e umetit Islam, një lagje e vogël e umetit Islam. Edhe Allahu çdo herë kompenzon numrin e besimtarëve. Mos mendoni që nëse dikush e braktis Islamin, paksohet numri i muslimanëve, i besimtarëve të Allahut. E shton Allahu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allahu e plotson nurin e tij edhe nëse jo besimtarët e urrejnë gjë të tillë. Një prej formave që Allahu e plotson edhe e shton nurin e tij është atyre që më shumë të flasin kundër Islamit, Allahu dikon familje ja u bën musliman. Dhe ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salam se në akhiri zaman s'ka me pas shtëpi që s'ka me deportuar në të nuri i Islamit. Ja, tash përmes rrjeteve sociale. Në kohën e sahabëve kjo ka qenë pa imagjinueshme. Mos me pas qenë bindja në shpallin e Allahut, si kishin me besua sahabët, si mund me ndodh kjo? Ku e kanë ditë sahabët që ka me pas kësi qasje të lehtë sot? Ka me ekzistu globalizmi? Se kanë ditë. Një vend i vogël në Mekë, Medinë, nga dikshme arabik, ku ja ka marrë mendja sahabët që këtë bota ka me dëgju për Islamin?
E s'ka me pas shtëpi që s'ka me përjetu reflektimin e Islamit, nurin e Islamit. Ja ka ardita, sepse ajo që ka thënë profeti Allahut alayhi salatu wasalam ka qenë shpallje e Zotit, nuk ka qenë fjalë e tij personale. Prandaj sot ata që më shumë t'i flasin kundër Islamit, Allahu i sprovon me Islam. Veç kur e dëgjon, ja djali, ja vajza, ja reja, ja nipi, ja mesa, ju kanë bërë musliman. Ne dim këtu që kemi analista që nuk lanë gjanë keq pa folë për Islamin. Kur dëgjojmë, dy djemë të ti janë bërë musliman, edhe praktikus të sunnetit Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allah është i drejti absolut. Nuk lejon Allah më hyn hak fesë ti dikush, nuk lejon, ai ka marrë mbrojtje fenë. Prandaj problemi nuk qëndron në luftimin që ata ja bëjnë Islamit. Problemi qëndron tek ne. A dëshirojmë me qenë na prej shkaqeve të plotësimit nurit të Allahut ku ne jetojmë dhe veprojmë? Këtu është çështja. A dëshirojmë na me qenë pjesë e mbrojtjes së nurit të Allahut, e promovimit të nurit të Allahut, që na ka ndaruar Zoti me të? Na ka privilegjuar Allahu subhanahu wa taala. Se Islamin nuk mund me e shujt askush, e ka garantuar Allahu. Krejt muslimat me i vra, Allahu ka me zgjedh njerëz tjerë që kanë me besu atë. Por, frika është mos përna shuhet neve Islamin në zemra. Islami s'ka nevojë për ne, ne kemi nevojë për Islamin. Islami është e Allahut, feja është e Allahut. Po ne të ku jemi? Këtu është çështja. A dëshirojmë të jemi të Allahut, a dëshirojmë të jemi të fesë Allahut, a dëshirojmë të jemi shërbëtor të Allahut, besimtar të Allahut, siç Allahu kërkon? Apo do të bim prej këtyre luftimeve, komploteve, intrigave që janë duke i promovuar dhe janë duke i financuar, e që fatmirësisht janë duke u dështuar çdo herë më tepër? Kjo është ajo që do më na brengos. Ja Rab, po jetojmë kohën e dyshimeve, në kohën e sprovave të mëdha. Mos lejo që zemrat tona me devijue me lajthit. Po jetojmë në kohën ku antivlera po promovohet si vlerë, e vlera si antivlerë, po luftohet morali, po promovohet shturja, imoraliteti, po luftohet drejtësia, po promovohet padrejtësia, po luftohet njerëz të dijes, e të nderit, e po promovohen njerëz të krimit, e të padrejtësisë. Gjitha këto janë paralajmërime pejgamberike, ne nuk çuditemi, por duhet që ta kuptojmë çështjen dhe t'ia dorëzojmë zemrën tonë Allahut subhanahu taala dhe t'i themi Zotit: o Zot, më përdor mua në fenë tënde, mirësinë e saj dhe mos më ndro me dikë tjetër. O Allah, çfarë do sprova që të më vije mua, çfarë do joshje që të më servohet mua, mos lejo unë me deviju, se për mua nuk ka asgjë më të shtrenjtë se sa besimi që u kam ty. Ti më ke dhënë jetë, ti më ke zbukuruar jetën, ti më ke dhënë familje, ti më ke dhënë nder, ti më ke dhënë mundësi me jetu me vepru. Edhe unë më ta kthyj ty shpinën, vetëm se del dikush edhe flet. Absolutisht jo, ja Rab. Unë jam i yti, tek ti e kam kthimin dhe vetëm prej teje e pres shpëtimin. Dhënë Zotit që t'jemi prej bartësve dinjitos të fjalës së Allahut, lartësuesve të fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, mbrojtës me nder, me urtësi, me maturi, me përkushtim, me drejtësi të fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Allahu na i fal mëkatet, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që eventualisht i veprojmë në fshehtësi apo në publik. Dhënë Zotit që çdo herë t'jemi prej bartësve të fjalës së tij dhe mbrojtës të saj, dhe t'jemi prej atyre që do ta dorëzojmë shpirtin tonë duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe prej atyre që do të ringjallen në ditën e gjykimit me pejgamberët, me dëshmorët, me njerëzit e mirë dhe sinqertë. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah.